Ai gjithë së bashku miq. E ke vënë gabim. E kam vënë, nuk dëgjohet fare refreni? Sa fillon strofa. U kuptua që sot do flasim për dashurinë. Po, patjetër. Do flasim për atë ndjenjë që na bën të zgjohemi çdo mëngjes, të shkojmë në punë. Se në punë me dashuri shkon ti. Jo gjithmonë. Po ja, kur bëjmë podcast e bashkë me dashuri e nisi. Po. Apo jo Enea? Po. Ku je mor Enea, mor? Ku je mor? Njeri i artit. Dhe i dashurisë. Dhe i dashurisë. Ja. Këtu me si është, si që kuptuat mi që nuk është një podcast tematik për dashurinë. Po do flasim për dashurinë. Do ketë ca grimca Po dashurie. me gjishtë është në Valentinit, tash nuk mund të anashkalojmë. Po, nuk mund të anashkalojmë edhe do jemi së bashku sot. Po na jam kur e thon San Valentinon. Ba sa e ke. Pra Shumë kush e keq. thot San Valentino duhet të qellohet në mënyrë demonstrative. Po, Me një grush në bark për shembull. Jo, me shpulla, se shpulla është më kështu, më Po jo, përshmuese. jo se e çove direkt të fundit shpull. Shpulla është e fundit, të rretë ngordh njëherë pas sa ta futi Grushtin e shpull. barkës më i keq. O një gjë çfarë mendon ti si është? Shumë Valentin. Imagjino për shembull zgjohem, më takon mua dielën këtu në lagje dhe ç'kemi një gjë ku po shkon, ç'a bëhet mirë, po iki të festoj San Valentino. Çfarë mendon? Është njëti vibe me ata që thon lavazho. Pse? Lavazho, mos si. Po, Lavazho. lavazho. Po dritet një telefon që ma saboton mua moderatori të dytë më Po të jo mirë. ti është më burr. Jo mos është jemi, s'po bie jemi. Ka një telefon këtu. Jo, më s'ka. Ore s'po tallem. Thjesht po ndjen ti vibracione nga Çka keni bën këtu vibracione poshtë? dashurie. Mor bez Ore, mos i është pa bez. telefoni im. Po pra duhet të jetë telefoni jot. Arti. Nuk e di ku është. Na falem miq për këtë. Sa dëgjojmë telefonin dhe kthehemi prap. Ti niçe na kush po të paguan që po na saboton, se ke disa herë me këtë telefoni. Kush Po juve nuk më paguani, dikush do paguaj. Diku do haj edhe unë. E, gjeta Beso, le ta nis të podcast me ide biznes. Ha. Shikore vëlla tani. Se ti e di që shiko se po unë nis shu kuptohet që do të them një gjë shumë serioze dhe një gjë që gjeneron para. Mhm. Ore, është Comedy Thursday që ti e pjesë që ka show? Unë e gjeta si të bëj lekë. Paktën 2-3 lekë. Do blej 20 bileta në advance e do i shes në të zez moment fundit. Po do të shesësh 11000 lekë. Po, 11.000 lekë. Edhe do bësh 20000 lekë. Po pse kush i fal 20.000 lekë? Më fal. Po ti se do bëj lekë, nuk do bëj ca lekë. Po mirë, ta bësh këtë sa herë keni u live. Po do Dallesh bësh ti. 20000 lekë në muaj. E po ngele të shit keq fare, më çfarë bëni kështu valla? E po E ka Na- lezet na më duan mirë. në Është njerëz. është atmosferë shumë e mirë. Po. Nxirtë sold out. Super, nuk e imagjinoja ndonjëherë që do po. që ju edhe po të bëni më shumë data, prap sold out do i keni. Po ma edhe ne na duket një kështu si e çuditshme. Po i blen seriozisht këto. Por janë është kjo e mirë e komunitetit valla, kur e ke komunitetin e mirë, sa ata që vinë për është shkakun te ato, krijuar se vërtet ka si e kemi komunitet, thënë, po e kemi thënë shpesh që ata njerëzit që vinë aty janë shumë chill. Përveç njëri që deshe Rafa një. Përveç atij po. Ja mirë. Po gjithë të tjerë janë njerëz Po shumë e vërtet është. shumë chill, shumë rahat, shumë të muhabetit, shumë misor në komunikim, se edhe unë kam bërë muhabet me njerëz, më kanë ardhur, më kanë folur njerëzve. Ty të njohin nga diversant. Po. Ju themi njerëzve që e mbyllëm Po, emisionin, mirë po. do Miq tan të gjithë që na pyshin një gjasdi fare. Si e mbyllën? Të gjithë që ju i intereson dhe karriera tonë Është në në televizion. Nuk televizion. i intereson fare çfarë bëjmë në jetë. Po, emisioni Diversantët nuk do jetë më. Po nuk do jetë më. Për arsye të ndryshme Nuk që do jetë më në vizion, se ndoshta Në vizion, nuk e po. di jetës, po. Nuk do jetë më në Vision Plus, por do shohim që mund të jemi në një vend tjetër. Ne. Misioni vazhdon. Ne, Ne. jo, kjo ishte ime, më fal. Misioni vazhdon, kështu që mos u mërzisni, ju keni plot ku vende ku të na ndiqni tani, mos u mërzisni. Po, më po. Ke podcaste, ke stand-up-e, ke shpinë e Leos, do të ka shumë ku mund të vende ku mund të jesh me ne. Ishim për dashurinë. Edhe me që jemi të dashuria, Çfarë mund të themi për dashurinë? ja prit se kam dhe Xinxin këtu tani, kam dhe Natalin sot. Duhet ta filloj me diçka që dashuria bes miku im është dallaver. Gjepura. Shiko çfarë më ndodhi tani. Me Natalin, me një person që Mhm. e dua. Më kishte 30.000 lekë borxh për një muhabet. Aha. Për një muhabet kot, çfarë rëndësie ka?
Ishte më shumë borxh moral se sa borxh monetar. Si do qoftë ti kishte 30.000 lekë. Edhe ndalojmë në blok, tani do venim të hanim drejt dikun, ndalojmë në blok dhe ishte një djalë që mban vë atë kutinë dhe të shet vendin e parkimit. Po. Edhe aty do t'i japësh 2.000 lekë ose 3.000 lekë në varësi të ditës. Edhe sa u afrova aty në mënyrë demonstrative Natalia, nxori një 2.000 lekësh. Edhe ma dha. Edhe mora këtë 2.000 lekësh dhe i thash për ato 30.000 lekë që kam borxh, po më jep këtë që ta mbyllim këto muhabete. Po mirë. Prandaj e bëri më plak. Domethënë dashuria është dallavere më bur pak. Përveç të gjithave, ishte po qeshin ata dy, vetëm ata po që ju fare. Jo, ma dashuria është. Është pak dallavere besoj. Ç'kuptim dallavere? Po që e ka çik këtë. Po ju ri lekun në mes? Po jo pra, jo në sensin e lekut, 30.000 lekë ishin në Po ju ri 2.000 lekë në mes? do bijem në ujdi bashk. Kjo është dashuria për mendimin tim, që çdo gjë është okay. Jo, re. Po pse unë kështu e mendoj valla. Si do bijem në Po është pak marrëdhënie ekonomike do të thënë dashuria, domethënë duhet të biesh pak në ujdi që ne duhemi dhe është pak e mendoj, nuk, po se nuk është si në ato filmat që shikon tani o plak që Po jo, dela nuk i është filma, s'është fare në jo, s'ka lidhje fare me film ato. Po me ko? Ka lidhje me tërheqjen fizike, kimike dhe që do të lesh pasardhës. Po pse dashuria është kimike thua ti? Domethënë e shikon dhe kimin brenda dy trupave domethënë. Po patjetër. Kimike në sensin shkencore, jo kimike sa e ignorante. Çfarë po Nga themi? dashuria. Ore thjesht të riqesh nga një rob që mendon që mund të lesh pasardhës me atë. Kaq që e thjeshtë është. Domethënë kjo është dashuria që Po. nëse do e Po përkufizoj. kur s'le pasardhës edhe vazhdojnë. Tjetër gjë ajo, ama si qëllim bazik ai është. Domethënë është se le apo s'le, pastaj është janë zhvillime të tjera, po Është një nga brenda në qëllimet. gjenetik. Po besa po mos është Është një nga qëllimet. Qëllimi njerëzor, po them. Ai është qëllimi njerëzor është lënia e pasardhësve. Ajo është përjetësia që ti le një pjesë tënde po jo i dashurisë, o. pasardhës së yt. Se ne po flasim për dashurinë, Po, ne po, qëllimi dashuria ne është i njeriu. mjet, është i mjet që bashkon Trupa? dy ekzistenca, se është edhe për kafshët, edhe është edhe për kafshët, Po. është Po shiko se kjo dashuri të kafshët. Ai shkon me temën e vet, nuk do me ditë fare ku e fut, ku po se. pse edhe ne bëjmë incest plot sa duash. Po mirë, jo në ato nivele më plak. Nuk është Mirë, nuk është e njëjta gjë. Unë e shoh kundërtën e Si e kësaj shef ti që ne atë është, dashurinë olla? Ma thuaj pak. Kjo pjesa e riprodhimit është në funksion të dashurisë. Do të thënë që përmbush anën fizike të dashurisë, por dashuria nuk është fizike. Do të thënë është pjesa më e lartë që ne kemi. Okej. Jo, ma jo, mirë, dakord, po që unë për mendimin tim është e kundërta e kësaj që po thua Do ti. të thënë nuk duhet dashuria për ta kryer këtë procesin, duhet vetëm afeksioni. Jo, pa më nga që të pasardhës. nga që Edhe vendosmëria. ndjenja aq e fortë sa që ajo të detyron Po që është, të është edhe pastaj është dhe vendim, sepse ajo që ne quajmë shpesh dashuri sot me standardet e e pra mos sotme e flasim për sot. erotizëm. Jo, unë po pra, e këtë ndarjen më bëni mua. Afeksion. Unë po heq ajo fare nuk- shoqërinë nuk e qëndron, sotme për dhe- shembull, ju jeni të dy nga 60 vjeç dhe mund të jeni dashuruar si Jo më s'ka lidhje, po Pleq. po them që ta heqim anën, për shembull, ta heqim anën ekonomike dhe teknologjike apo kur është shoqëria sot. Thjesht si qenie, them, si ekzistencë. Do të ta zëm se do ishim në shpella sot. Po. Pra po Çfarë do kam ishte idenë dashuria? që domethënë nëse do ishte riprodhimi, qëllimi kryesor. Jemi në shpella, mos harro që jemi në shpella. Pra po mirë në shpellë, okay, Po. po pra dhe për të siguruar lënien e pasardhësve do ishte më mirë, po themi që ti të shkoje sa më shumë femra ose edhe femra. Po ashtu ka qenë atëherë më Jo, pas besoj Po se. pra dhe Edhe- kjo siguron lënien e pasardhësve, kështu që Po jo, jam mos me s'kan Nean qenë kur poligam thotë që atëherë. dashuria është përtej lënies së Gjithsesi pasardhësve. ajo lidhet edhe me si jemi ne si qenie, se neve për shembull na duhet një kohë shumë e gjatë për kujdesi që të bëhemi të pavarur. Dhe normalisht Po jemi të mbaruar fare besoj. Pas e kemi evoluar. grua si duhet të gjej një partner që investohet më shumë te ty që për shumë vite, jo që thjesht me lënë pasardhës, domethënë. Po është ajo siguria Edhe, që kërkon sigurinë. Duhet dashuria në këtë mes që ta përmbushi këtë gjë, se përndryshe kalamoj do ngeleshin rrugëve. Po Do mirë, kishte po që- fëmijë, po do ishin kështu.
Mesa do ishim po e kështu ul si kështu në nivele bazike fare, po që më duket Po jo, më nuk e ule, thjesht Ajo është pjesa instiktive e pra po që njeriu. dashuria është si mjeti që Ore, po pse se pranoni ju që dashuria është ekonomi olla? Ky Jo. tjetër. Po pse më plak, jam më dëgjoj sa po Një thot. përkufizim teorik është që të duash është të duash të mirën e dikujt tjetër siç e do ai për veten e vet. Po pra, po ndonjëherë Si? nuk e do ti të mirën e dikujt siç e do ai për veten e vet. Po Ti e do të ta mi- dush ti e se do ai për veten e Po vet. pra, po ai sa dakor, e po do në ti. përgjithësi unë mendoj se është kështu, se nuk jam dashur i sakt për gjërat që them, po e vërtet është. se këta dhe më kanë akuzuar që fol shumë te podcasti i fundit. Si modën ashtu në për komente. Çfarë bëni ju kështu? Koto ja fusin koto. Unë flas fare, Baza unë flas. fare. Fare nuk flas. Aha. Edhe po thoja që në përgjithësi o plak, njeriu që është i dashuruar ai me këtë situatën që ka rënë në ujdi, që do të thot, unë dua këtë personin. Unë për shembull sjell më shumë lek në lidhje, sjell më shumë logjistik, sjell më shumë siguri. Kjo sjell më shumë përkujdesje ndaj meje. Dhe këto të dy interesat e zëm Jo, se. normal se është funksioni secili ka një funksion. Po pra, po se ja heqim pak. Unë e Po kam kur dashurohet, për shembull, dashurohesh me në një tip që është toksik dhe të sjell vetëm të këqija në jetën tënde. se. Po pra, këtu ndodh pastaj Si këtu ndodh fillon, kjo gjë? këtu fillon del bie poshtë kjo teoria ime. Këtu unë e kuptoj që jam gabim. Faleminderit që më dëgjuat, më pafshi. Do të thënë është ai momenti që kupton që nuk më vesh fare në këto gjëra, e ka ca gjëra që nuk se është kjo verbëria e e pra, dashurisë. që nuk Dashuria i ka edhe përkufizon pëlqimin dot. tënd, domethënë është edhe vendimi joti, po është edhe diçka që të te kalon. Po kjo që Ti thot nuk Andi, e ke 100% kjo që thot Andi dorë. është më shumë për një marrëdhënie tashmë të konsoliduar që tash normalisht që kur je me vite dhe je Po. bashkëjeton edhe je në shtëpi do mendosh edhe për ekonominë ose Po, si do të rrisësh kalamajt jo apo si do ekonominë- ta mbash veten me bukë. Beso, nuk e kisha fjalën vetëm te ekonomia, sa të ardhura kemi. Te ekonomia që në Po jo më të sensin mirë që- mbajtja e komplet. Unë marrëdhënies ndjehem mirë edhe- kur jam me ty, më pëlqen që ti ke këtë shoqëri dhe viri me shoqërinë tënde, shoqëria, unë s'kam shumë shok. Do të thënë kjo është kjo alternimi i gjithë këtyre realiteteve që të bën të jesh shumë rehat me këtë personin, edhe ta duash të mirën siç e do ai për veten, po që të jetë ky interesi brenda, nuk është se dosin ato filma që ti jep 1 gram na Po mirë, mos do gjë mishi jot për këtë tani që të ky të Po, shpëtoj. edhe kjo domethënë. gjëja bazike e të paturit një partner interes është ose E pra, çdo gjë këtë do të dilja, po ma rrezoi ajo që tha Enea mbi këta. po jo Fe- mi goca që lidhen me- me një toksik ose toksike, prap interes është ose ti mendon që po ai ose ajo po të bën mirë. Kështu që Edhe Jo, ti- ti do t'i bësh mirë atit. Ti masa e kupton një shumë. Po, I can edhe fix him. ti Ti mendon mund ta rregullosh. Dakor, po dhe ti mendon se kur je me atë merr ndjesi të mira dhe ndihesh mirë dhe të Po e do plotson. më burr. Po pra, po interes është prap në Sa ai për shembull bën sikur vret veten. Po Edhe të- interes ju thoni çdo gjë që është exchange në Po, veprim. po pra. Edhe kështu. Mund ta qush në një lloj sensi se Pastaj shiko, edhe sikur të jetë kështu, nuk është se ndryshon gjë, kot. po pra, ajo dashuria këtë ka të bukur, Nuk si ka që ekziston edhe që kaq. përjeton ti. Nuk Po. ka rëndësi as kimia, as Po. gjë për ty. Në atë lloj. Po pra, po. Kur ke rënë mrend. domethënë. Po ti beson për shembull te kjo, kisha një pyetje për Xheni po e harrova. Beson vërtet për shembull që ka dy persona në jetë Mhm. që janë destinuar të jenë me njëri tjetrin, që i ju lidhen kimia, domethënë si i thonë, soulmate, ajo. Patjetër që Ka dy persona për shembull në jetë që plak ta po të jenë të dy këta janë. po normal që ka, nuk janë vetëm ata të dy, po është e sigurt që ke një gamë të gjë soulmate-ash. Soulmate. Shumë dyshe. Po ama sigurisht që me një je ke shumë më shumë Kimi. kimi dhe lidhje dhe çdo Po. gjë. Alkimi. Po. Ku mendon se Domethënë kjo është një çik që shumë njerëz e mendojnë që un po se pata atë, domethënë ai ose ajo ishte e vetmja për mua, ose i vetmi për mua. Po se un po vëre për shembull beso që po është këndvështrimi im, nuk përfaqëson asnjë ide tjetër, po që për shembull ka shumë njerëz goca sidomos që janë beqare dhe nuk po gjejnë dot një partner të dur, më kupton?
këtu është problemi. Pse qesh më pler? Ku do të dalësh? Jo, duhet dalë që këtu. Që janë zuska. Jo. Dhe jo. Këtu e kam fjalën që Mirë, kanë nuk kanë kërkesa për. Po pra, partnerin. domethënë ku është problemi këtu që Kjo lidhet më mirë arsimimin e femrave. Me thënë drejtën, domethënë është një Po. gjë shumë e mirë që ka ndodhur që femrat janë më të arsimuar. selektive, janë më për flas për Gratë, jo, femrat, gratë. karrieristët. Jo Sidoq tjetër jo dhe çdo- dhe jo karrieriste, do mund mos jetë karrieriste, por nëse është e mirë informuar, e mirë arsimuar Po, pra, edhe janë, ka ekonomi të mirë, normalisht që do ketë kërkesa më të Kjo larta gjëja për ka partnerin. ndiku shumë në këtë aspekt. edhe ka lënë, Po. dhe po thoni ju që kjo ka ndikuar që Se ne jemi shumë budallënjë, jemi shumë keq. jo jam shumë dakord, nuk po them të kundërtën. Po, prandaj Nuk po e them si faj, po e them si prandaj gratë nuk duhet të arsimohen edhe të jenë mirë në jetë se dalin ne Unë shumë mbasi keq. Jo, le të arsimohen, ama do ngelen vet. rënd janë Ku ka pjesë, ku do rënd. ta gjejnë në atë Ore, nivel që duan ato? më doli pardje një video në Instagram, Mhm. edhe për zotin mor beso, çmend fare ca sekonda ata. Tha çfarë po shoh më burr, ishte një tip në Dubai, shqiptar. Mhm. Emër kështu, Me shpëtim. komuniteti shqiptar i Dubai. kështu na këta, xhit. Po. O plak, edhe ishte Robi me një këmish mega të shpifur, me ca atlete mega të mëdha si ato të mia, edhe bën kështu si i keq aty në një balkon në Dubai. Nuk është ai tipi po që ishte Kështu i keq o plak, edhe jo, mirë, tash- kështu video montim. Jo, po them domethënë ky është kjo Po, është ai- oferta që i bëjmë ne ai, këtyre po. gocave që janë single më plak, domethënë ç'a do vish me mua dhe do më shohësh si pozoj pafund në Dubai. Jo, mirë, nuk shikoj, nuk është ai etaloni i burrave Po, shqiptar. shiko, e kam fjalën që janë, domethënë, ka ndruar pa koncepti i thirrjes për të çiftuar njerëzve. Po. Mendoj unë, domethënë, ja mundohen të jenë shumë flamboyant për asgjë më plak, se nuk duhet çdo njeri të jetë kaq të bjerë kaq shumë në sy me atë gjën që bën me Po se ka ndruar shumë make-up ka me ndryshuar. Po Shuar se edhe- është thirrje për të çiftuar, ai thjesht do të bëj qef me femra. Thirrje për të çiftuar është kur ti tregon që je i përgjegjshëm, e mund të merresh se me ka ndryshuar atë kjo- si person me fëmijë. Po mirë, shiko, unë për shkakun kam një mendim që sado poligamik ti jesh, për shkakun sado ti ndrosh partnera shumë Ai shpesh. s'do fare më. Po pra, po një Fëmijë, moment, kështu. shiko, mendoj se një moment njeriu t'i vjen një kërkesë në jetë që të ketë një partner o plak. Mos ketë vetëm një person që bën seks një ditë edhe një natë domethënë edhe mbaron i mbyll marrëdhëniet. Ja, I na duhet- kanë lodhur këto. Po jo pra, i duhet një, mendoj që në kohën, më sa Po, rritesh, po, të normale. duhet një partner në jetë. Ti thuash dy gjëra olla se tani është pak më intime kur je me dikë pak më gjatë se sa Shumë është komplet gjë tjetër. thjesht një mbasdite të bukur që je tap fare. Po tenxheria kupton? do gjej kapakun gjithmonë. Dhe ai tipi aty në Dubai do gjej atë që po kërkon, nuk se do gjej në një femër intelektuale. Sa emision mëngjesi e ne. Tenxheria ka pakun. Po më kanë ndryshuar edhe shumë kjo ideja që para 20-30 vitesh ose ndoshta edhe një çik më përpara e gjithë ideja ishte që duhet krijosh se s'bën familje dhe të rregullohesh dhe kaq. Po, të rregullohesh. Po kurse tash kanë ndryshuar shumë individuale jetesa. Ore, po si kemi një femër tu, një gocë, më sakt, edhe po flasim ne për radhën e gocave më blek. Unë gjë. Ku di ajo? Ti janë Unë gjë. të punë. Si është perspektiva jote e shumë njerëzve që janë single sot, e shumë gocave më shumë. Do të çunat s'ke çfarë thu se I tham në gjithë. O, Si e shikon ti në këndvështrimi jot? o plak, e di si është puna. Si një grua. Grua. Si është puna? Po, shiko, është edhe ajo që po thoshte Enea për punën e... Do me thënë, është bërë edhe një kulturë që pak hating on men këto kohët e fundit. Shqip thue. Kështu, një mos Godasin pëlqim. burrat, po. Që ndaj s'ka burrave. kjo ide që s'ka burra sot. Është kjo ideja që nuk ka Po burra ka sot. apo s'ka? Po edhe ka edhe nuk ka o burr. Domethënë ku diu njëri më duket sikur njerëzit kërkojnë nëpër vendet e gabuara për Po. burrat, e kupton? Domethënë Ne nëse duan burra që shkojnë në luftë. po jo, nuk duan as burra që shkojnë në luftë, duan burra që janë feminist, po t'jenë edhe burra, po t'jenë edhe të soft, të butë, Po, po e po- t'jenë edhe të bukur, po t'jenë edhe të pasur, po t'jenë edhe, domethënë
është bërë një listë shumë e gjatë me atributet që duhet të ketë një Kemi shumë burrë. detyra për të përmbushur. E kupton, është shumë e pamundur për ti përmbushur gjitha këto, e kupton? Opa 1000 follower gjeni direkte. Vetëm me kjo që tha plak direkte, bam. Është Është edhe kanë ndryshuar shoqëria shumë. Pse po të ishte në fillim që ishin të ndara gjërat. Burrat do të shkojnë në gjuhë e tij, gratë dorin në shtëpi. po, godisje pafund. Po Jo, edhe ishte shumë e burrat, thjeshtë, shiko se edhe burrat, këto domethënë janë bërë shumë Jemi rënd fare Lele, jemi rënd fare. Shumë të papërqyeshëm këtu. Jemi, beso, janë rënd çunat. Janë Që- fort të Me vërtetë. çunat që kam qenë unë, po, të Po, jemi shumë rënd plak. Të themi të vërtetën tani mos bëjmë kot tani sigur. Të mbrojmë Po, gjimin shko, tonë, jemi rënja- keq rënja fare, e- është dekadencë. Rënja e përgjegjësisë shumë ka përgjegjësia për Po. Përgjithësia edhe mendoj edhe pak devotshmëria ndaj gjës o plak. Nuk ka më njerëz devotshëm, do thënë. Bëjnë kështu atë rolin e keq fare, sikur është shumë i thyer emocionalisht edhe nuk dua unë të kem lidhje serioze në jetë se jam kështu si E po ajo ka ndikuar shumë E. në zhvillimi i Po, shoqërisë shoh, në budalla. këtë mënyrë siç është zhvilluar, jo. Ka ndikuar Facebooku shumë. ka ndiku ke të drejtë. Dhe është edhe kjo Ka ndiku shumë kultura rrjetet tani që sociale. është kështu, gjën paktën flasim gjithmonë kështu online, ëh, se Po. kjo kultura me këto red flags që një gjë bën Ne, një po. mashkull dhe është red flag, e kupton? Edhe ku diun i hiqet kryqi njerëzve shumë kollaj, më kupton? Domethënë është Po më shiko, ka ca gjëra ninja që s'mund ta tani po të bëhem unë një moment që ne jemi vite shok për shumë, jemi 10-12 vjet shok. Një moment po nxehem unë tani ja plas me shpull në njëri këtu, red flag është o vlla. Po më mirë, unë Ai s'po nuk është red flag. Ajo është je për burgo burr, nuk je. Ky red flag. Check. Dil për jashtë. Jo, mirë tash. Ça shembulli dash. Po brava, unë një njeri tani normalisht është red flag, jo, je kriminal. Po ju misemi çfarë mendoni ju në publikun? Ma thoni shkurt që ta them njerëzve. Çfarë mendojnë për çfarë? S'di gjë, për dashurinë. Ata kanë mendje te alkooli. Jo, më shumë e kam te kjo marrëdhënia djem vajza, domethënë, kjo djem në anën e tyre kanë këtë qëndrimin që shiko, s'ka më goca të hajrit tani. Po, për Gjitha mua duan vetëm legun, kështu në duan nivel biznesin. primordial, vetëm në nivele kështu. Kush ka arrit pritshmëritë Natali? Të dyja palët kanë arrit pritshmëritë. Ore, po nuk është shumë mirë, mua më duket. Natalia thotë që duan gjithë njerëz me lekë që të kenë lekët aty, të shohin lekët, Po, e të përjetojnë vërtet. lekët. Po mirë o plak, është e leku pjesë e dashurisë, valla, pse duhet ta heqim? Duan shohin perspektive që sa mund zhvillohet ky person. A, duhet të shohin vetëm the cash. Unë gjej 30 vjeç të partnerin tim dhe 30 vjeç ai do të jetë milioner. Po ishte shumë e mirë kjo që tha Natalia. Bravo, Për shembull, Nuk ti- domethënë është unë s'di të kemi njohur njerëz që duan të rriten bashkë, për shembull. Po, e vërtet. Bëhemi bashkë, bëjmë një biznes bashkë. Bravo, bëjmë- Natali. Po, duhet të Klipoj marrësh këtë. parasysh për shembull që në jetë kalon dhe kriza të rënda, ekonomike, emocionale. Po tash e duan Nuk- gati, e duan ta e gjejnë. tjetrin nga jeta. Tani e jote, duam ta që gjejmë po partnerin kalon kështu të një- jetë është jetë pa gati. punë për shembull. Po, Është kjo pra ajo që po thoja berserku. për punën e këtyre red flagsave që okay, ky tipi. Domethënë sepse është bërë kështu si që në momentin që e njeh një person duhet i bësh atyre kutive check. Po, check. Do të ti nuk pret që shofësh çfarë cilësish ka ky njeri që tash nëse ky është gdh edhe duket që nuk ka Po, asnjë perspektivë mirë, në jetë. Okej, ja heq kryqin që në fillim se ca gjëra duken, e kupton? Po nuk ka nevojë që ti ketë të gjitha që në momentin që ti del në takimin e parë, e kupton? Të ketë edhe lekun, të jetë dhe i bukur, të jetë edhe ku diun njeriu më karizmatik. Me Plusi në fillim, kulturë. Plusi takimet e para janë gjitha gënjeshtra njerëz, nuk është asnjë. Po, po. Nuk është njeriu i. Kështu që nëse ai plotson gjitha këto Po. kutit, me shumë mundësi janë gënjeshtra. mua më pëlqen që gjithmonë takimet e para je shumë lojtar, vlla, je shumë i shtërvjell ndaj gjës, je asgjë nuk të vën në sikletë, asgjë nuk të mërzit, je perfekt. Çe është Natali? Domethënë Se nuk ekziston asgjë nga ato që the. pastaj fillon të tregon Nuk je në vetë. siklet, në pasi je në siklet në takim të parë je të dritën duart. Jo, un jam Më mirë ti je e mbreti, bombën je atomike. lojtar. Jo, s'jam lojtar. Ti është edhe bombën atomike Po valla. kjo është një pjesë e problemit, por se mua më duket sikur njerëzit tani dalin në takime me kudo, edhe nuk kanë më emocion, nuk del më në takime. Jo, s'dalin tani, që dalin më pak. S'janë më S'janë më. Po dalin tani ka një jam shiko, jashtë tregut. sot Kam me shumë kohë që jam jashtë tregut. Po jo se ti ke lidhe vitur.
Vite e lidhur. Lidhje vitur. Ti ke shumë vite që je lidhur. Mos e takohen tash, nuk është tash Po jo, dëgjoj si ndoshta është tani, një beso. online dhe pastaj takohen, po. Po Për pra, mendimin dhe mua tim. më duket sikur kjo është kështu që njerëzit, ku diu me këto dating apps, aplikacionet për dal kështu, domethënë ti del me shumë njerëz, e kupton? Domethënë mjafton që bën, nuk e di se si funksionojnë këto Po ku dhe diu, në swipe Instagram, right and left. marrim Instagramin, jo këto që janë Okej. apostafat për Po atë punë. njerëzit nuk dalin më në takim me dikë që kanë vërtet krashe, kupton që të dridhen vërtet duart kur del tek ai Po, takimi mos i shikoj njerëz parë. të pëlqejnë, thua, hajde ta provoj. Hajde ta provoj. Po. Domethënë kjo është ajo ideja dhe ti s'ke emocion aty se tanto nuk është se t'intereson shumë për atë çunin ose për atë gocën. E mirë, po nuk është se është ky standardi, është shumica po që Po mi Dhe pra, ka dhe- flet për shumicë, po ka exception Po, për po. jashtime sa dush, patjetër, po flasim për Ti beso që dal ndonjëherë në një date parë me ndonjë që e doja shumë o vlla, se zakonisht nuk kur je shumë i vogël. në gjimnaz no. Pas një që e doja shumë dhe dolët i moment. Deri diku po. Si deri diku, ç'a ndodhi? Jo më thjesht kur e ftova ishte shumë me gaz me çdo ditë dhe O tha po direkt. edhe nuk e prisja. Unë isha kështu kur e shikoja më merre i fryme, më dridhet zemra. Si Ua, prisja dot kur plak. pas e konta pati Shumë ajo herë e parë që e kupton që do dikë shumë e pastër në natyra, shumë shumë si kështu si. pastaj ndotet. Po. Po. Po pastaj edhe mund të ndodhet, patjetër, por që në fillim ajo që e kupton që Unë këtë një- personin e do është domethënë, shumë e ai- bukur. Pse e mbaja të Louis C.K. në kështu them që është gjeni nga të gjitha Po. anët, jo vetëm në komedi. Ka një serial që luajn, po, edhe është një moment që ky dashurohet me një tipe nga Bullgaria, ku nuk thësh nga këto vende të. Bullgaria. Po ky është moshë e madhe Luis, 50 sa në serial. Edhe një moment i largohet ajo, kthehet në Bullgari. Edhe ky tani i ankohet doktorit, ka një doktor që i ankohet që jam i mështyrë zemra, i thot, jam shumë keq se mështyrë zemra. Edhe ky doktori i thot you lucky bastard. Se domthon unë çfarë do jep, i thot si ta ndjej edhe njëra të ndjesinë e dashurisë edhe të krashit. Domthon ti e kaq me fat i thot që në këtë moshë prap ke ndjer, ke arritur të Shumë e bukur. kur që thot ti duhet jesh i lumtur që ke arritur të ndjesh. Shumë e bukur, shumë Po. e bukur. Se kisha menduar ndonjëherë në këtë formë. A më ne? Po, Je dakord me mas si far moshe duhet me i lënë këto gjë. Pas të 5 jetave. Okej, kur ashtu të ka shku jeta, se varet Po mirë, varet Po. shumë nga nga se të shkon jeta. Po një moment thua ti e ne duhet stop edhe të Po jo, kur ke familje Stop, dhe rregullohu. nisë romanca lart e poshtë, se është kundër produktive, kundër çdo gjëje. Kundër familje. ti e ne beson te dashuria e përjetshme? Është e përjetshme ajo gjëja që ndjen? Jo afeksioni përjetshëm. Jo afeksioni, po. Dashuria përjetshme. Dashuria po, përjetshme që që ti gjatë gjithë jetës se dashuria dhe ndërtohet, pak arrin në një pikë që ti si thosh je më i afërt me një person që nuk është gjaku jot, po je më i afërt se me gjithë personat që kanë Po, qenë po. gjaku jot, përveç fëmijëve. Ose edhe për te fëmijëve, është personi më i afërt. Po mo edhe ka është plot raste ti do kesh. Do të thënë e te kalon dhe prindrit dhe fëmijët. e po ka një pastaj ka që bëhet e domosdoshme, kur kalon shumë kohë me një njeri e kështu, s'di jetë është Pra, ndryshe. ajo është një e dhënë si gjë. Më thënë në një moment tjetës ti thjesht je me këtë person dhe nuk vendoset në diskutim. Është si thushi unë ty s'kam më vlla, pse kur ke një vlla. Më thënë është aq e pathyeshme si gjë. O vlla. Po shiko, unë mbaj mend kemi qenë në një fshat edhe ishte një plak atje që Po? e takuam se kishte atë bujtinën. Edhe më ato muhabete ashtu që jo s'kam, domethënë nga që ha gjithmonë bio dhe kështu s'kam pirë një ilaç, kështu muhabete, u futëm në muhabete jetë dhe na tregoi që kishte ndruar jetë shoqja para ja 3 vitesh. Sa keq. Edhe po mirë, vdesin njerëzit tash. Edhe se mos e vram ne. Po që tha këtë fjalin që unë kam gruaja ime tha ishte e mrekullueshme,
Se s'ma ka kthyer fjalën asnjëherë. Domethënë, Po blek, Me quhet pastaj kjo- që dhunohesh. quhet dashuri kjo apo thjesht nga që Ja, ajo ja, e shkreta? ja, nuk quhet. Pa ju e donte ai mbaronte për atë. Është dashuri ignorante blek, është dashuri është pa dashuri pa edukat. Se ajo gruaja me shumë mundësi blek ka qenë thjesht Nuk grua ka që- kulur që E ka kulur mirë çdo nga ti bënte ti e po burri. Un kam shumë respekt për to grau plak, se shumë e vështirë ta bësh atë punë, po që prap nuk është dashuri më punë, nuk mund ti vësh etiketën dashurisë, është pak gjuna për ata që janë vërtet Po për dashuruar. të burin dashuri ishte, po duhet pyetur gruaja. Po. Në atë konceptimin e asaj se dhe ajo në atë ambient është rrit. Po, tjetër. Po pra po e Ajo, ne apo. Më thënë nuk është se duhet të jesh shumë intelektual për Po jo më e ne, se shiko si është Po ti je muhabeti. kokulur do thotë që e do. apo. Shiko kur un ty të mbaj për shembull, marrim një rast kot konkret. Un ty të rris tani të marr ty. Marrisë ne si Është fëmijë. ky rast pedofili. Po jo më jo, ideja është që kur ti je rritur në këtë farë forme me këto kushte, me një shoqëri, me një familje që të thotë do bindesh gjatë Po se- kohës te buri do shkosh. E pra, se kjo është ideja, Ti që deri plak- para 20-30 vitesh kjo ishte. Po pra dëgjoj nuk burin. del dot na ajo më shumë e vështirë më por t'ja çrronjosësh një njeriu një gjë të mësuar keq. Nuk ja çrronjos do ta shkollaj. Vërtet e presupozon lirin. Si e ne më fal edhe një. Dashuria në esencën e vet presupozon lirin. E tha bukur, e tha bukur. Çao. Ti e lë tjetrin të lirë edhe ai të lën ty të lirë. Po u krye Edhe të do zgjedhje. vërtet. Duhet të jetë gjithmonë zgjedhje. Ajo është dashuria e vërtet miku im. Unë them që po në moment që janë të lirë të dy palët, Pa ma, Se- është më mirë të kesh dashuri të vërtetë apo më mirë të kesh një që ul kokën. Edhe të Ja, dëgjoj ja. për çdo gjë që thua. dashuri të vërtet më jo, ti si vet, çfarë po thua tani? Një që saktë fjalën Po kur. ç'do një ChatGPT thua ti ç'do atë? Po re, unë mezi po presta be të Po, jo. rijetësohet sot GPT. Si mund të kesh një partnere që vetëm ta sllavosh, domethënë bë këtë mos the fare, mos kesh një oponent as një moment? Fare. Po jo, nuk do. Po jo se bëj shaka. Vetëm po mo për mendimin tim, Hmm. unë jam njeri harmonik në jetë. Me për vërtet shembull. Po është. më pëlqen çik oponenca, qoftë në mendime, qoftë në patjetër, ose qëndrime, me- se e mërzitesh- di që kam shumë gjëra që pos mi vuren duke nuk e vëre vet. Që mund të jetë edhe marrëdhënia jonë, për shembull, që ti ma thua ore, po e bën keq të gjë, shiko e rregulloj ose marrëdhënia me ne, ose më the të thash se po flas për veten time. Po mos e bëhet e mërzitshme që. Po pra pastaj e, s'ka- në përgjithësi i duhet kësaj njeriu kjo siç e tha Enea që ta ndërtosh dashurinë, ta ndërtosh marrëdhënien, që mësojmë bashkë, rritemi bashkë, seksohemi bashkë, kupton, është marrëdhënie. Ore pse çeshin, po është janë gjitha Po jo. bashkë, ore, se duhet të jenë mirë të gjitha. Në momentin që martohesh, nuk ka Do jap një super sugjerim për film sot, se do flasim edhe pak për filma. Po do jap një film që e ka kapur më së miri dashurinë si fillon edhe si mund të përfundojë në ditët moderne në këtë botën tonë që jetojmë. Quhet filmi quhet Blue Valentine, është me mikun tim me Ryan Gosling edhe me në mos gaboj Michelle Williams. Ose Cory Mulligan, shikoj pak. asnjë zanore, Jo, nuk e asnjë mbaj mend. bashkëtingëllore të Nuk e përbashkët. mbaj më mirë, o Natali kërkoj pak lutem. Blue Valentine quhet. Është një super film o miqë mi. Michelle Williams, jam shumë i saktë, pse më vore të dyshoj veten time. Ja një marrëdhënie keqe. Njëri Shto e toksik. vetë. Është një film që ka kapur fiks si fillon një moment dashurie, një episod dashurie dhe si zhvillohet dhe Ja, si mirë se filmat e kanë E, shumë filmat e të kanë kompresuar ato në gjithësinë. filmat kanë luksin e të treguarit të një gjëje në mënyrë Shpejt e shpejt, po edhe me filmime, me video që është me kollaj, po. Atë marrin vetëm pjesën më intense, më të Po fortë. pra po. Ka shumë njerëz për shkak që kanë një ndarje plak që e kanë përjetuar aq keq sa nuk nuk ka film që mund ta kapi dot. Më kupton që është vëlla, është ajo situata që s'do ta mendosh më fare atë periudhë të jetës, se nuk e kap dot filmi atë, se është shumë e errët, shumë personale. Po ka ca filma për shkak që e kanë kap bukur këtë zhvillimin e gjës që fillon këtu, jeni shumë cute në fillim, jeni ke parasysh i bën atë, i çon mëngjesin, ja pranon gjitha, je shumë kreativ dhe pastaj ajo momenti që jeta të godet, patjetër që ka shumë gjëra që duhet të kujdesesh tani, jo po qiraja, jo po kjo, jo po ajo, jo po. Ne po shtëpia, zakonisht është faj grave për këtë. Pse e besosh faj grave? Po koto. Shikoj La La Landi për mendimin tim se foli, kaluam te filmin, okay, do flasim për filmin. La La Landi është shumë okay, po La La Landi për mendimin tim nuk është film shumë për dashurinë. La La Landi është shumë film për artin. Ata domethënë duan më shumë
siç e kam parë unë, duan që të këndojnë e të kërcejnë. La La Land është film tralala. Jo, s'është tralala, Tralala, beso, është. të kundërshtoj për këtë. Jo, unë mendoj se nuk je shumë i saktë për La La Land. Se është film, jo, është film pak i paraqituar vetëm se është musical. Dhe unë musical nuk Jo, jam qef fare. Se ka musical Po muzikën shumë- e ka shumë të bukur ky La La Landi. Po muzikë, është muzikë shumë pop, shumë tralala është, po le tash. Po, mi, po, Shumë është shumë film- keq, është çdo kanë kështu Po. si Disney. keqi si Disney është, po patjetër po. Filmi këtu për mendimin tim si e pashun nuk është shumë për dashurinë, olla, është shumë film më shumë për dashurinë që kishin këta për artin, për muzikën, për jazzin, për ato që bënin. Të dyja paralele. Se dhe ai momenti që takohen në fund, domethënë janë prapë shumë të lumtur me njëri tjetrin. E vlerësojnë që ok, ti je pianisti dhe ky pianobari, ti je me këtë kompozitorin, jemi të lumtur, edhe unë jam e lumtur për ty. Ciao, mirë pafshim, duhemi shumë. Dhe kjo mund të jetë dhe kjo dashuri, olla, edhe pse Jo, janë bashkë, e- duhen, më kupton? Ka lloje soi dashurish, po përpiqem të gjej një film me dashuri që më ka bërë përshtypje me Ke Ghost me me dashurinë me Woman. Kush? Pretty Woman. Shumë i bukur Richard është Pretty Gere. Woman, është cheesy. Julia plak. vetë prallë shumë. Nuk e di pse e shoh atë Pretty Woman një herë dhe ndihem dhe unë Julia Roberts si më vesh ky budallaj, më çon me. Po se është shumë film. Atë imagjinon Po jo, se është shumë film që ti nuk imagjinon ti je Richard Richard Gere. Shiko se ai Richard Gere është shumë i sikletshëm, po nuk e di pse duam mama tona ato. Unë nga po mirë, se ka E duan qenë keq fare, apo bukurosh jo, me Nixe? këtë vet. Po. Është White Fox. Richard Gere dhe George Clooney. George Clooney është shumë. Unë nga kjo Pretty Woman kam gjithmonë është fiksuar ai momenti që shkon në një dyqan, kjo që shkon në fillim me veshur kështu me rroba gjike ekstravagante, Po. prostitueske. Si putan. Ewa, hadi. Që se pranojnë ato në dyqan, pastaj kur Vjen Bobby. kthehet prap, ku diun çfarë që ka lek pastaj edhe ato merr hak ndaj Po. atij. Është shumë film i bukur, Që plak, ndryshon shumë film, njeriu. jo asugjeroj, vërtet Pretty Woman. Ajo që më ka ngel mu si skend nga Pretty Woman është kur kjo Chan që e çon ky në opera dhe Chan me Po, muzikën. po. Edhe ky e kupton që kjo Ka diçka. është shumë i lartë. Po, she's the one. Dua ta kem për jetë në krah. Pse mo gjithmonë notebook më kujtohet. Po plak, si mund jesh? O më pëlqen vërtet. Je njeri që e nisë këtë podcast me dashuria ndotet. Po më Edhe pëlqen. ky është titulli i këtij episodi, dashuria ndotet. Dhe tani po më thua mua mo njeri i ndyrë që filmi i bukur është Notebook është player mo plak. Shumë i keq është. Apo jo Natali? Si jo. Turk do të vi ty dhe Klesu. Shiko, mua më pëlqen vërtet notebooku përveç O besa po nuk një të fakti. pëlqen. Më pëlqen ore. Ha. Përveç një fakti që ka të njëjtën gjë siç ka Titaniku. Shiko, Titaniku nuk është love story më plak. Jo, dakor, po të them faktin që më bezdis mua, te notebooku dhe te Titaniku, ja, se është te të dyja njësoj. Po që Është që këto dakor gjejnë dashurinë dhe Aha. pasionin edhe kështu. Pa ma këtë burin që kanë e trajton kështu leck fare. Është Po, kështu- po, plera i- Po, dalo. Shiko, ky te notebooku ishte shumë i mirë. Ky tipi që kjo ishte lidhur, domethënë jo ky Ryan Po, Gosling, ishte. po, kjo është i më keq miri, akoma kjo I notebooku. respektues ai te Titaniku, okay, ja, Atë komplet një. e kishin bërë të keq atë. ja gëllcet një aty. E kupton, ai kishte red flags. Po. Kurse ky tjetri këtu ishte i mirë kuptueshëm, me Kishte çdo gjë kështu. Gjuar me lekë. Edhe e trajtoan kështu si leck Po, fare. në fund fare gjuna. Në përveç kësaj, vjen gjuna për këtë atë. pjesën e urrej, po pastaj më duket shumë cute si film. Po si duket këtu me njeri i ndyrë. Po cute është. Ama se cute është si film lezetshëm tani. është. Ore po, çfarë filmi keni parë tjetër se me kë ekran soni njerëz që thonë jo është cute. Po pse duhet ta krahasosh si Po se më e po shikon? duhet të kesh pas shkoj filma që- tani, s'mund të thuash tani film cute për dashurinë dhe Notebook. Është sikleto, çfarë po bëni ju aty? Se di, po përpiqem të gjej një film kështu çik si më artistik. Ghosti për dashurinë. shembull me Julia Roberts, më falni, me Demi Moore dhe Patrick Swayze është shumë si cute. Që vdes ai që vjen që bëjnë atë Mama- alabastrën Mama bashkë. duket- e, Alabastër. Ma se di pse s'më ka dhënë atë ndonjë E kështu. shiko, është film cheesy, nuk është se është Ore, dakor, shumë i thellë. Mua më shumë më zhdukur si film kështu aksion fantazi, aksion Po, është fantazi pak, se sa. jo, ka çik fantazi Do të brenda thotë dhe ka dhënë çik. ato ndjenjat e dashurisë. Ka çik për ndjekje, domethënë është ky që. Është vetëm ajo skena që bëjnë alabastrën. Po, ajo është mega Se ka skena. ndonjë. Po tjetër çfarë Po është? dua të gjenden kështu si nga ato artistikët evropianë që The s'më vjen. Circle Breakdown, ai belgu është shumë i dhimbshëm për Që dashurinë që u vdes djalë atyre artistëve.
The Circle Breakdown. Se kam, nuk e di. Ua, si e ka ai film? O Natali kërkohet çik do. Kërkohet Dikush dikush për ka dashurin që internet. vdes djali na smerove. Që histori dashuri është kjo. Po plak quhet The Circle. Tragjedi. Po plak është një film belg olla që Për ta këndojnë parë aty për ditën e janë. Shën Valentinit me partnerin ose Ua, partneren, që ju vdes djali aty. The Broken Circle Breakdown. Po, kështu quhet. Sa titull hip hop. Jo, e ke pati ose bashkë kemi folë, është shumë Breakdance. film breakdown, të breaks, you down. Nëse se njerëzit nuk po e kujtoni, shifeni miqtë e mi. Tani për Titanicun, të them pak mendimin tim. Ore Titanicu është film që flet për dashurinë, po për mendimin tim është më shumë i bazuar tek çai ndodh anijes më plak. E pa ajo dieta nuk është një gjë. Nuk është shumë, dashuria është si side story brenda. Jo, për mua Jo, plak Po, aty, Ania është sa po pra. Jo, Ania- jo, shikoni. Po, edhe unë atë mendoj që është Po, jo, Ania shikoni tani. historia anësore. Dakor pra, në thelb Ania duhet të jetë. Edhe Po, ashtu. filmi merret më shumë me mënyrën si shkatrohet ky më plak, se ai ta prezanton. Po e mbani mend filmin mirë, fillon para se të filloj që të futet DiCaprio në anije, ai të bën një prezantim shumë të mirë të gjithë anijes o plak. Se këtë ka të mirë James Cameron, I është ka super të dyja, realizor. i ka të dyja, ka Po edhe pra, po është dashurinë shumë edhe plak ti lidhesh me anijen shumë, historinë e është një anije Titanicut. gjigante, ka orkestër brenda, ka buk pafund, ka dhoma. Po, S'kam qenë unë nerd më burr, nuk e mendoj. Po nuk është për dashurinë më burr, dale. për Ore shiko tani. dashurinë për le tash. Dashuria është pika kryesore e këtij filmi. E po, për dashurinë Po filmi, mënyra si, po jo pra, mënyra si është ekzekutuar filmi është disaster movie, që merret më shumë me Po, çfarë pra- ka ndodhur, jo me çfarë ka ndodhur me këta të dy. Se ne dim që kjo ajo është Katie arritje Roza, si e kam është fal, arritje regjie pastaj edhe arritje me skenari, skenografie. po. Po që prap dashuria është unë madje e kam urryer shumë si film kur atë momentin e Jo, super film ai. Jo, e kam urryer atë momentin që janë këta që shohin me dylbi që janë në çfarë quhet ajo, në dek, në ku diun Iceberg. këto gjëra. Që këta shikojnë këta të dy që puthen edhe nga që pan këta që puthen edhe nuk pan icebergun. Edhe këta e kanë fajin që u përmbyt Titanicun. Pse kështu është vërtet? Ashtu është në film po. Ti një që si duket Titanicu, të pëlqen? E shikon? Po kam shumë vite se mbaj mend kur është hera fundit që e kam parë, po i bukur është, po Më i letë. nuk është se ka lënë Po ndonjë kush është impresion. filmi jot i preferuar romansin që i flet për dashurinë? Kush? 10 Things I Hate About You. Po ja, ti, as s'm ka pëlqyer filmi asnjëherë, nuk e di pse të Tallesh thënë ti? jo, s'm ka pëlqyer. Jo. Ku më që më kujtove këtë Heath Po, ishte. Hithi. Hithi. Ai që ishte kështu me këto betejat e kalorësve. The Patriot? Jo, me është kështu rom-com. The Four me- Feathers. Me sjet, E pra në që është si komedi, ose i me bukur kuaj është ai me filmi. Që përplasen me atë E pra, shkopin e gjatë. po. Ua, Ai sa shumë Super. lezetshëm. është i bukur ai Po. blek. Po, filmi romantik i film. bukur është. Po, beso, ma jep dorën? Do ditë. Respekte. I bukur është, shumë i Po. bukur është. Ore, po dhe dashi pa brir, romantik është. Jo. Pse? Apo pse s'ka romans dashi pa brir? Për komedi është Po, shumë edhe- lart. Fjalkryqi ka histori Po ka më është ka më romantik, shumë Felix. komedi. Po, ky dashi pa brir është komedi. Po më atin shumë. që është 86. Jo, Nigja, mos e ul. Ore Nigja, s'më the filmin tënd preferuar. Po nuk e di, unë nuk është se kam ndonjë film. Po kjo në një film që e shef dhe qan, Ja. duke ngrënë çokoladë Ja, me nuk kam. fik. Nuk kam, ja. E di kush më ka bërë përshtypje, jo se e kam film të preferuar po që ndër filmat që vërtet të kam ndjerë që ka që ka dashuri aty brenda. Është Po? ai me $1 milion si e ka me Demi Moore edhe me The Proposal. Woody, si e ka The Proposal Intended Proposal. Indecent. Indecent Po. Proposal, më falni Ai miq. Proposal në fakt është shumë film i bukur me Sandra Bullock. Po edhe- dale ne, mos ta kalo aty. Vazhdo beso pastaj e nea me Proposal. Po që ky është nga filmat e hershëm që kam parë që e kam ndjerë në film atë Po, është. prezencën e dashurisë. Ke të drejtë, është. Është ajo skena që është në fund të ti bëjmë spoil filmin. Po, bëj spoil se që janë në atë stolin që E, janë të që dy janë të kthyer me kuriz shumë e bukur. që kapen ajo është. Me jep Krye dorën. sken. Po, super e bukur, është shumë e bukur. E ke pati Natali? Zinc? Po? Jo?
Super film. Është Robert Redford aty që është mega vlla, vdisnin mama tona për Robert Redford, edhe akoma vdesin më Si shumë. Richard Gere më duket ai. Po si Richard Gere, po është një version më Është pak më që serioz. do të ndash jetën me këtë. Richard Gere do thjesht ta seksosh një natë dhe të vazhdosh punën tënde. O nea, çfarë ishte ky The Proposal që the me Sandra Bullock që të kujtoj? Proposal me Sandra Bullock. Edhe me Ryan, si e ka, jo Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Po i lezetshëm është ai. I Si këndshëm është është. ky The Proposal? S'më kujtohet. E kam pa po. Është ai që janë në zyrë, këta që ky e urren këtë në film se e ka shef. Ah, po. Po, E shka- sajti skadojnë letrat edhe kjo tenton ta I skadojnë letrat. këtë për dokumenta dhe shkon josh çik edhe shkojnë në Alask takoj prindrit e vet. Ua, po duket super Jo, film. kjo nuk e josh, këto bëjnë pakt bashkë do ta. Po. Se ishte vartë si vetë ky. E pa. Edhe bin dashuri me vërtet, E po mirë, Nuk është ishte- komedi Ishte këto, rom-com, e, është Filma komedi. që bien dashuri për një fundjavë. Po edhe Brokeback Mountain shumë i bukur është për dashurinë vëlla, edhe pse Unë se kam parë akoma atë. se ke pa Brokeback Mountain? Brokeback Mountain miq Se është kam frikë se më pëlqen shumë. me dy cowboysa që Gay. janë gay dhe duan njëri tjetrin. Plak është super film plak. Po në fakt kanë E ka kap shumë bukur atë. do më po Dashurinë, ata duhen. E kam parë kështu copa në fakt thjesht nga që e kam kapur në televizor ose Po shifes është shumë film me e po gjë me nga që e kam parë pjesë edhe tash më duket sikur e kam parë, E prandaj. di ku është problemi i atij filmi? Që e ka bërë një japonez. Që janë gay. jo. E ka bërë një japonez dhe flet për jetën e dy cowboysave në USA. Edhe këto janë kapur gjithë njerëzit si merret ky tani japonez, erdhi ky tani me këto kot, me këto Ja, më kësaj mbledh fobit kot tani. Ai super film e ka kap shumë bukur atë emocion njerëzor. Se edhe ata të dy janë shumë Jo, ma, edhe mirë, mo, plak, Jake me. edhe mo, ajo më Ethan. ka bërë përshtypje, domethënë ata e japin shumë atë Po. tërheqjen edhe dashurinë e japin. Po një film që është shumë romantik që sa herë shoh më kujton sa kreative është dashuria, është Love Me If You Dare, ai filmi francez me e ke pak të Love Me If You Dare? Cili është? Është që ka një lojë këta të dy me njëri tjetrin. Po. E mban është shumë e bukur ai plak. Po. Po, është shumë shkëmbime duar sot. Është film që të kujton se sa kreative, se sa lozonjare është dashuria, domethënë Pa, e mund vërtet, të jep ajo kaq është. 1 + 1 bën 2, aty është edhe shifeni miq tani, mos ju lodh kot tani me llafe tani kot. Afe boshe. Po oni që s'na thë një film valla, çka Po, keni? atë po mendoja po. Njeri jo romantik. Vdekja e kalit. Po, Vdekja e kalit është kryevepër, po s'është romantik. Ska lidhje fare. Skënderbeu ka. Dhe bëu me mamicën është. Ja. Jo me mamicën, me Donikën. Mamita është e motra, ore. E po prandaj e korrigjova. Po jo se dhe unë, po. Ups. Po, kush është? Bravo, Natali, do të puth Cila? për pak. Një trilogji shumë e bukur për të parë është trilogjia Before. Është Ethan Hawke me atë si e ka ajo aktoreja, Natali? A bjondja, Judy something. Gjeja pak, lutem. Është Before Sunrise, Before Sunset and Before Ne kam dëgjuar pas kam parë. Plak, është shumë e bukur, ajo është më shumë te dialogu që kanë këta dy, domethënë është një E di film që që takojnë në taksi, që është. po takohen bëjnë në thjesht një ecin me këmbë. Është film shumë është kapur shumë me diskutime, dialogun midis tyre të dyve, atë marrëdhënien që nuk e shef ndonjëherë kaq të paprerë, domethënë që flasin gjatë kohës. Shiko, filma për dashuri nga shumë. Unë do doja shumë domethënë të shikoja filma për dashurinë, po në kushte një çik të veçanta, domethënë për shembull një ushtar në Vietnam ose që ka dhe kushte shumë të vështira. Po që testohet Se domethënë. dashurinë në Manhattan, Po, të Sidney Sweeney seksi dhe qyteti nuk Po. më bën shumë Si e ka? përshtypje. Po shkrit. Po ka plot Purple Hearts. çfarë? Që është më kështu. Jo, unë po them për 50 filma. Shades of- Tani, unë po them për filma tamam, o qa, 50 Shades of Grey është Domethënë do siklet doja fare. të shikoja një film me ndjesinë e këtyre këtyre filmave me luftë në Vietnam, po që të jetë Po. romantik. Po Last of Mohicans ka shumë dashuri brenda, apo? jo? Po. Është një film Mund të që quhet, e vërtetë. është dhe pak seti që po ndodh një luftë, është Unë ndoshta prandaj e kam shumë, domethënë Braveheartin e kam kështu film të preferuar. Bravehearti është lart Se fare, ai e ka- është kryevepër. E ka dashurinë aty brenda kështu. Po, e tamam. ka shumë të bukur. Po. Storia e dashurisë të Bravehearti është shumë e bukur më plak është. E di çka ka ajo, është shumë
pure më valla, duhen shumë ata me njëri tjetrin, më kupton. Po, edhe mënyra si zhvillohet. Si zhvillohet, mi shifeni Braveheartin mos të habim spoil se po këtu po e bëre spoil pastaj, nuk rikthesh dot më na ajo. S'keqa i bën spoilat i filmit, se nuk është. Po një histori dashurie që më pëlqen keq fare, është një film E veri menaxhmien. Jo, ç'ne ata plerat. Ata aty Dashuria ndotet. peso Po mirë, po shiko. ju bështy në varë. Po mirë, shiko, nëse domethënë janë dy njerëz që kanë qenë si kanë qenë. Po? Po ma nëse ata të dy duheshin, s'është cute. Jo, plak. Plak, Hitleri me tezen. pa jo. Tani kanë qafe njerëz për kanë vrarë njerëz, kanë shkatru. Dakor, po ama me Ata njëri bënin tjetrin. bond duke parë që njerëz u Po pra, torturuaj, kupton? janë njerëz që duan, po janë sëmur o plak. La është me gjakun e njerëzve. Pa jo, nuk quhet, nuk është dashuria për mendimin tim, është Ai ishte një pakt. nuk çfarë do lloj gjë që ka gjën e keqe brenda nuk është dashuri, plak, nuk ka mundësi. Të duhemi ne tani të vrasim ne me thik në bark. Po jo më plak. Shembulli more. Po jo, po marrin shumë nuk ka, po është. Nëse të ndërpreva, se çfarë. Po thua për këtë film, po thua për një film. Jo, po thoya historia e dashurisë më edhe iku pastaj. Po mirë, po për këto historitë tipike Elena e Trojës apo Romeo Julieta. S'jam shumë i këtu mund të futet e ne atë ndihmë. S'jam shumë i familiarizuar me këto histori. Do thon Odisea me Penelope më shumë. Çfarë ndodh që se kam lexuar. Ajo, Odisea me Penelopën është është histori e bukur, se ajo e pret për Po çfarë ndodh? 20 10 vjet. 20 10 vjet është lufta e Trojës, edhe 10 vjet janë udhëtimet e E Odisës. pret 20 vjet Odisea, Po, të duke kthehet në qëndisat të copën, pëlhurën edhe kishte shumë kandidatë të pallati që e kishin uzurpuar. Po në fakt është shumë disbalanca plak. Kjo ri duke qepur në dhomë, kurse ai me Ai në sirena, me ciklopën. Po jo, kjo qep në dhomë sepse kjo thot kur të mbaroj këtë pëlhurën, do ta zgjedh burrin. Një nga këta uzurpuese që ishin Po, aty. po, Dhe e kjo zgjedh e asgjë qëndiste ditën dhe e shepte natën. Po edhe Që të vinte Odisea. S'bënte asgjë një jetë, Priste kurse pra, shtynte, ai kur veronte kështu nga Jo. si. po. Kurse kjo është këta qepte e shqepte. Pse po Odisea këtej na çepte edhe ai. Edhe ai me gjithë Qepte nga do nga shkonte. me gjithë aventurat e veta ai kishte një fokus, sado që zgjati çik gjatë ai. Po fokusin e kishte udhëtimi, këtu kishte një mbrapa në fokus. mend. Mama shkepte. Çepte dhe shepte. Po jo më se kyt me atë të ai ishulli asaj. Lesbos. Si e ka emrin ajo? Që i bën Meduzës. Magjie. i bën magji ajo pra, i prandaj rrit ai ishulli me atë. Po s'është vetëm ishull, jo, janë është në det me sirenat e. Po sirenat s'bën gjë ai. Se dhe sirenat goditi ajo. Jo. Jo, aty s'bën gjë. lidhen dhe vendosin dyll në vesh që mos ti. Ashtu thot libri. Po ashtu nga libri pra, se ti Po, këta po, ke letra. informata ti. Kush e ka shkruar? Omeri e ka shkruar Odisea? Po. Po është e bukur si libër e ne, a vlen? Shumë si e sa bukur. është- Iliada dhe Odiseja janë Iliadën e kam lexuar, po veprat më të rëndësishme që duhen lexuar patjetër. Po Elena Trojës është pak më kështu tragjedi. Po, Elena Trojës është klasike. pak më- Domethënë Elena Trojës është më impulsive si gjë, është. Po. Pa mu pëlqyem, lale do Po vish është me mua. edhe kjo fati, sepse atiti taksi. Tristani dhe Isolda kjo- është tragjedi. kjo gjë. Si e ne fati? Po pra futet pak dhe elementi fatit se ky është i destinuar të jetë me Elenën. Se ja tregojnë dhe ato perëndeshët. Po interesant më duket fakti që Troja në italisht i thon kurvës. E vërtetë është, po. Diçka Okej. dina. E di Irrelevant. kush një- Më kujtua. Historia e dashurisë që më pëlqen edhe film edhe libër, Po. që është Maja, Konti Monte Cristos. O, sa e bukur. Pa, Konti Me Monte do. Cristo. Besoj e meriton Shumë lart. Shumë e bukur. shumë lart është. Shumë e bukur. Domethënë Edhe edhe ajo është më shumë për atë rikthimin e këtij. është hakmarrje, po prap si hakmarrje. dashuria Ja, është shumë e ndërtuar domethënë- bukur. Domethënë motori i çdo gjëje Po, është po, dashuria. shumë lart, shumë lart. Mua më pëlqen keq ajo. Domethënë po mos ishte i dashuruar me atë tipen. Ja harova emrin. Nuk do kishte bërë asgjë, domethënë ai thesarin thjesht e përdor për të fituar dashurinë, nuk është se gjen thesare dhe uja me Edhe ka dy filma, një me Jim Caviezel që ka luajtur Jezusin tek Pasioni i Po, Krishtit. Ky është më. Ai ky është më- historia me. Është një vadet. është një video 70 dhe ai është shumë i mirë.
Edhe ai është shumë i mirë. Po Jim Caviezel Se e ka luan është aktor i mirë shumë. E vërtet është. Është aktor i mirë shumë. Tjetër po çka ka Tristani dhe Izolda se kam pa valla. Se kam pa, është me se dia story, nuk e kam lexuar. E kam dëgjuar vetëm na Schuberti e kam dëgjuar si pjesë. Më duket se edhe Wagneri e ka, plak është super mega pjesë valla. Sa e çmendur është. Ore kush është kënga më e bukur e dashurisë po mishe mirë? Kënga më e bukur që është kënduar në dashurisë. Janë këto ariat, janë Toska e çfarë janë shumë nuk Pse për dashurinë ato? po, ato si afrohesh dot kur në botë asnjë lloj këngë tjetër nuk e afrohet dot ato. Janë edhe për dashurinë edhe për janë tragjike shumë, prandaj janë shumë të Sa forta. herë që Ndia bën nga këto pyetje kush është filmi më i bukur i dashurisë, kënga më e bukur, mos brazë truri. Sikur nuk kam parë ndonjëherë në një film për dashurinë, s'kam dëgjuar ndonjëherë kurrë në një këngë për Po pse dashurinë. valla ke dëgjuar këngë për dashuri valla? Truri zero. Se ke dëgjuar atë Torin Dahutës, të dua. Pa nuk është shumë e mirë, po nuk është këngë shumë e rritë më plak, është më Është shumë e R&B. lezetshme. Njerëz janë lidhur Është e me atë lezetshme, këngën. Po Po jo, këngët e Stinës, është shumë, po jo, atë kënga e Orindës është shumë e mirë. Është e lezetshme. Këngë e Stinës është Stina është pak. Shiko, Stina ka pasur këngë shumë të mira, ka ca tjera që janë shumë keqe, dhe thash fjalën plerë. Ajo, kënga e atij, Alban Skënderaj, kur që Po, fitoi po. atë. Shumë lart. Vetëm Top ty. 5 dyshin, ku Po. diun, treshin se Më ti. ka pasur Po. janë 6 Ka pas këngë shqiptare shumë të bukura për dashurinë. Po unë e kisha më shumë për këngë të huaj, po gjithsesi edhe shqiptare mund ta them. Këto ariat nuk skrahasohen fare, janë shumë se kanë shumë dashuri dhe shumë tragjedi dhe dramë brenda. Ore dhe Është- mos po më kujtohet një këngë tjetër. Kjo Toska Prandaj po të them unë. Truri Gjithë vit. diskografia Guns N' Roses për atë punë është, për shembull. Pse këndojnë shumë për dashurinë, ë? Nuk këndojnë për një gjë tjetër. e po nuk krahasohen me Mua ca këngë që më kanë bërë përshtypje për shembull që kam ndetë dhe kam dëgjuar çka ka edhe çfarë thot teksti, se unë s'jam shumë njëri Po. teksteve. Kanë qenë Placebo për shembull, kanë dëgjuar një gjëna Placebo që kanë atë gjendjen e këtij që ky ka dashuri, be ka si me ankth dashuri, e ka kështu si me. Ma e kanë ima, Vetë, është gjithmonë. Ai Angst. mezi pres damarë. Jo, se nuk është Ashtu ashtu. është, Pa jo, nuk është ashtu. Ai Thjesht. mezi pres shkoi në shtëpi ku e kam briskun. Jo, më se s'është aq i errët Brian Molko. Pa ashtu është. Thjesht ndonjëherë duket që është i dashuruar, nuk e di çfarë preferencash ka, se është pak në dy anët më duket, ë? Luan Ma, edhe ja. në Partizani dhe në Tirana. Ha dhe burger me mish viçi, ha dhe me Është ajo e atij që domethënë e këndon Pavarotti, po është kjo Toska. Është ajo e Lucevan Lestelle ka oh, ajo ka krye S'po më histori plak, është domethënë është ky tipi, sa ato janë të gjata domethënë është e gjitha Jo, është një aria, jo. po është e ndërtuar, po kjo pjesa është me këtë tipin që nuk e di pse është e kanë futur në burg edhe është i dënuar me vdekje. Edhe ky i këndon, domethënë i këndon kësaj tipes dashurisë, edhe fundi i kësaj është nga që ky e di që do vdes, se do ta vrasin, është i dënuar. Edhe fjalia e fundit është dhe nuk e kam dashur jetën kur kaq shumë, vetëm se nga që është i dashuruar edhe sa e e di që bukur. pa e humbat është 10.000 Të followers rjef besi direkt. Po, shumë e po, bukur, shumë shumë e lart. bukur. Shumë urrëqet. Po, shumë e lartë. Urinqet dhe miq tanë që po e ndjekin. Që keni arrit, po miqtë e mi mos harrojmë pak të vëlla, keni arrit që Nixhes ti skuqen faqet, po. Ti ket po shimë plak sa nxe, o plak un po rime të shkurtë, shumë faleminderit miqtë mi që na suportuat kaq shumë ose. Do më dalë dhe mua një pikloti tani që njerëzit na suportojnë kaq shumë, faleminderit miq, mos harroni na suportoni akoma më shumë. Sepse dashuria e vërtet jeni Po, ju. se tani që na kanceluan atë domethënë e lam emisionin do të çojmë në një vend tjetër. Kështu që na suportoni te ky emision. Më pëlqeu dashuria sot, po me që jemi te dashuria ka lënë një ngjarje më aktuale, ta mbyllim me dashuri. Dosjet Epstein. Ore, di çfarë më pëlqen mua te dosjet e pse në plak. Pëlqeu mor pa zotin. E nisi shumë keq. Abuzimi me kalamajt. Po dalëm njerëz negativ, ua sa publik Çfarë mund i të erë. pëlqej? Po dalëm ta mbaroj. Më pëlqen shumë që shteti amerikan është shumë transparent ndaj tyre, molla, i nxjerr gjitha online. Seriozisht e thekë fjalia. Seriozisht ka thënë fjalin më të gabuar. Nisi gabime, vazhdoi gabime. Ti bëhet fjalë për shtetin amerikan që bën të këto gjëra. Po jo, dalëm ta mbaroj. Nuk e shpëtoj dot. Ka thënë gjë më të gabuar që mund të
Po mirë, po i nxjerr publike të paktën valla. Si po i nxjerr publika? Me emrat e fshirë, po. Po. Po mirë, çfarë të bëj tani? Nxjerr gjithë emrat thoni ju. Po normal. Të jenë accessible nga gjithë njerëzit, të jenë. Po, ore, ata duhen vrarë të gjithë aty. Po, e vërtetë. Që janë në emër aty duhen karriga elektrike e sipër. Po pse të gjithë janë fajtor beso thua? Të gjithë. Të gjithë, çfarë është përmend? Edhe këta që janë përmendur, se janë edhe këta që janë përmendur e thonë ne sishim Elon Musk. ose ishim, po Elon Musk, isha në ishull, po s'bëra gjë. Do me isha thjesht për qef. Pa ç'është kjo ishte? Shkon More avion. Shkon makabritetet aty edhe unë isha thjesht se doja të bja një gotë. Po pse e kanë ditë të gjithë thua? Po si se kanë ditë, po si se kanë ditë plak është. Po, e di si mendoj unë është ai është një rreth shumë i ngushtë njerëzish, e kupton që Ata që ngushtë ishte se kishte po mirë se ishte gjithë Amerika aty. po mirë pra mirë, po kur je elita rreth i ngushtë është, e kupton edhe nëse ti nuk e di me fakte tamam për shkakun se ç'a bëhet aty. Ka whispers. Është një gjë që dihet, e kupton, po ti thjesht Tash Trumpi dihet që është atje plak është. Po s'bëhet fjalë fare, tallësh ti. Elon Musku dihet që është, Bill Gatesi dihet që është. Po pse ka qenë Musku thua, ë? Të gjithë, po ore, të gjithë ore. Elon Musku i kishte çuar mesazh. Aman. I kishte çuar mesazh për Krishtlindjen në mëngjes. Jeffrey to. Ne. Domethënë nuk kishte shkruar kështu mesazhe eksplicite apo që kërkonte diçka, po tash është pushimo. Çfarë i shkruan aty? Për çfarë i shkruan në ditë pushimi apo se ky tha që ky më ka ftuar, po unë s'kam shkuar. Po. Edhe tash i ka shkëmbime mesazhesh e gjëra, ore të gjithë ata që po mirë se kam patur një farë lidhje. Çfarë s'bënte përveç ishullit, se nuk është se ky merri vetëm me ishullin. Jo më jo, kudo patjetër ka pas komunikime me të gjithë. E çuditshme është që ky ka rujt çfarë lloj komunikimi, pavarësisht se është ideja që ky ishte agent, domethënë përveç pushtetit që kishte vetë ishte edhe agenti i Mossadit që kontrollonte Amerikën, të kontrollosh presidentët, liderët e Amerikës, edhe njerëzit. Po pse ashtu është muhabeti beso që është agenti i Mossadit kjo? Është e çuditshme aty në ishull është që ka një tempull. Do të thënë po pra kjo më habiti më shqetësuese se nuk është thjesht një pse jo për mua më shqetësuese është që kanë abuzuar me kalamajt orë pastaj. Po pra po, shiko ka drejtë në një kontekst që është shu okultist, spiritualist. Po në ato nivele ashtu e kanë gjithmonë. Është pak më shqetësuese se ai. Po çfarë kulti beson ata? Po e bën thjesht për po çfarë do lloj kulti diton? Po çfarë do lloj të jetë problemi më i madh pedofilia është. Le ta kthej në kult apo le ta kthej në satanizëm apo në. Po pra, i mund ta kthejnë në kult atë gjën, po ajo gjë që ndodh aty, duke qenë gjë shpirtërore, reflektohet dhe në anë tjera të këtyre si pushtetarë. Ata ishin, ai të tregon që ç'a beson ai që po të qeverisë valla. Ore, ja që degeneruar, aq i degraduar sa që do ta kërkosh një lloj. Po ata ishin mbaruar fare plak, ç'është vërtetë. Ore, më e keqja ishte që do të mirë që kështu abuzime të mitur edhe me të rinj edhe me lloje soi moshash, po edhe anë njerëz apo kjo është si anë njerëz. Po ka fjalë që kishte kështu kanibalizma keq fare. Sakrifica. Aty nuk është se është thjesht për pedofilët. Më thënë aty Trumpi për shembull mund mos ketë shku fare me fëmijë. Mund të ketë shku me prostituta. Po e ka ngrënë i Kambodžian aty. Si e do ai edhe me fiksimin që ke ti. Po pra po, aty ishte thjesht. Ore po dalë se këtë se dia unë këtë të kanibalizmit. Po ka dalë kjo. Po ka. Po si ka nuk janë zyrtare po Jones ka thënë që në kohën e Covidit që ka pas edhe më përpara po pëshpërima Hanin Bebe që Hillary Clinton i ka hongër fytyrën një fëmijë diçka tjetër. Plak, po shumë herë kjo më plak. Si han Bebe. Plak është errësira vetë po, nuk e di. Edhe për mua përveç, domethënë problemi më i madh është që bota këtë po e shikon kështu si sitcom, si serial. Si serial. Domethënë po e shikojmë, po argëtohemi me këtë gjë. Po e vërtetë është. Domethënë nuk s'ka as arrestuar as dënuar as ata duhen. Ja si çfarë argëtova unë që nisa kjo dalja e dosjeve, më thënë unë mendoj që nuk është për transparencë dhe ku diun është që njerëzit fillojnë të mësohen pak me këto gjëra dhe kjo është më shqetësuese. Po kjo është pra se po e pranojmë si gjë, domethënë
jo se po e pranojmë, po e Po, marrim na, po, Se shumë dhe Covidi me ishte pak sportivitet. që ti të pranoje ca gjëra, ca heqje lirie që Po dhe Covidi ti ishte nuk supozohet po. ti pranoje, edhe kjo që ti të pranosh ca realitete që nuk Po dhe supozohet Covidi ti ishte në pranosh. dosit e këtyre. Po plak si ishte përmend vërtet valla, shumë e çmendur ishte ajo. Ishte 2017. simulim i një pandemie. Po si Dhe ishte përmend aty? ky që flisën me Bill Gatesin, që flisin për simulim pandemie. Bill Gatesi tu i shkruaj këtij. Po pra. Ua, plak si. O beso po këto fajlet ku i kanë gjetur? Kanë marrë emailin e Çdo gjë këtij. që është mbledhur nga Po sa fajle kanë nxjerr publike tani? Si është ja mohabeti? shumë. Janë 9 mbi 3 milion. milion, se janë. 3 milion janë dosje. 9 milion faqe. Po 9 edhe milion Po sa shumë ka? nisa Ka të akoma? nxirra me. Nuk e di. Ka tjera për të dalë? s'e di. Nuk ka nevojë të dalin me, kanë dalë aq shumë sa që duhet të kishte ndryshuar rendi botëror, ku diun. Po, do ndodhe një E gjë. pas shumë. ja do bëhet një film nesër pas nesër, është e sigurt që do bëhet Po. një film edhe Në një dokumentar, një film, një Po përmendeshin dhe shumë Berisha në. jo. Shumë Si, jo. ishte emri i një tipi me emrin Berisha, pa. Nuk ishte kështu. Jo, Okej, okej. Nuk i shkon fare Berishës tjetër. Jo, nuk i shkon. Po shumë histori shumë e errët më plak, shumë. Edhe kishte edhe shumë gjëra që i bënin kështu hapur, domethënë shumë nga fotot që ishin kapur ose video ishin kapur kështu që i mbanin në Google Photos ose në këto që i gjen ose kishin mesazhe kështu sent from my iPhone. Po ishin shumë me të mitur me ça. Po çfarë kishte plak? Ua, Po, me- plak sa çmendur, sa erdhësh bota unë s'dim fare ça. domethënë Jemi të ka mirë. një nivel thellësi errësire që ne jemi kështu, Se percepton dot. nuk e percepton dot vërtet, domethënë. Edhe tani që e di këtë, Jo, nuk e percepton. Nuk e prap, nuk e kupton. Është një Po, film horror. ndoshta prandaj Po. e nuk reagojmë, domethënë s'ka reaguar njerëzimi aq keq, nga që se percepton dot. Po, plak, e është di. kështu. Shiko, është e njëjta ndjesi kur shikon filmin Hostel, që është shumë i rëndë, është një film që ti je në një hotel që ai Ai të është bën makabritete, është po pra komedi- kalon është komedi. tragikomedi. Po. Po ndërkohë kur mendon për shkakun që në Europë në vitin 92 kanë ndodhur Sarajevo Safari, Po. që i vrisin njerëzit me sniper për lek. Ti se koncepton dot më plak se nuk je njeri aq i keq, më bursa mund ta imagjinosh që kjo gjëja po Të duket e pamundur që po të jetë ndodhe vërtet. para syve të tu më plak që janë ca njerëz që po paguajnë tani $80,000 që të vrasin një grua në Sarajevo tani në vitin 92. Po doli me këta pa lidhje me këtë të Epsteinit. Pa lidhje, jo, doja të Ë, kaloja thjesht në këtë për, makabritetin që mësojmë. Këta që shkonin në Bosnjë për pagunin Po. lek për të bërë vrasje. Po, pra, Po, ata po po, thotë. për atë po them. Ata po thotë. Ne ishte- E orti senat. ku ishe mo? Do bëj mega batut. Po ju s'dini këtë të renë që kanë dalë ca dosje. Edhe e pa që ishte zoned out, kupton se po rinte kështu. Po mendoja se po dëgjonte. As ti se dëgjon podcastin tonë. Po rregulloja kamerën e Nixhës. Zjarr. Ja klipi javës. Ja dolë miq. Shiko, s'ka faje neja se po punoj me një kameraman edhe jemi në dy pista. Jemi në kushte të vështira. Po gjithsesi, nuk e ke aq gjë të errët në Je shtëpi. kurse, ore, kur nuk e percepton dot, nuk ja Unë se perceptoj dot më plak, të më ftoj besin i parë tani edhe të ketë lloj makabër. Po jo, plak, se nuk e imagjinoj dot, nuk Prandaj pra, domethënë janë shumë të rënda kjo në Epsteini, domethënë shumë rënd, po prapë unë duket sikur nuk arri do ta kuptoj vërtet sa e rëndë është, kupton, nuk e në fakt unë këtë perceptimin e kësaj shturjes edhe e këtij degradimit moral dhe njerëzor më ka bërë përshtypje në fillim me atë portretin e Dorian Grayt. Po? Se aty e kam parë për të parë që ky është ajo ideja që është ai portreti që këtij plaket portreti dhe ky ri gjithmonë i ri. Edhe nga që jeton 600 vjet, ku do të sa vite shkojnë. Edhe më ka goditur fati kur ky fillon shkon në përparti, edhe pastaj fillon degradon kështu, domethënë bëhet çdo lloj dëshire seksuale me çdo lloj njeriu apo çdo lloj moshe apo edhe kjo është që në kohën e këtij Dhe Dorian Gray është kjo, se kam lexuar librin, e kam në shtëpi, e kam nis një herë, se ke vetë filmin, se ke parë filmin? Jo, se kam parë. Domethënë degradon komplet në çdo lloj niveli. Edhe këta atë kanë, domethënë të arrish atë lloj pushteti. Domethënë që të kesh ç'të duash, edhe të kesh aq shumë pasuri edhe aq
Edhe niveli e presidentësh më plak me. Të çon vetë në degradim, domethënë. Nuk Po duhet Obama të ka ketë qenë njeriu aty aq- beso? Kush? Obama. Përmendet? Se Bill kam Clinton parë. e di që po, Trumpi po. Të gjithë kanë qenë ato, edhe Bideni e Po të Joe gjithë Rogan kishin nxjerrë që s'ka vajt, çai që e kishin Ja, ftu. ja. Se di, Edhe Bushi ishte. të gjithë Bushi, kanë qenë. Në fakt edhe Clinton janë që kanë dhe ato pikturat. Është një artist që ka bërë ca piktura që i kanë Po? nxjerr, që janë të ishulli e Epsteinit, që është Clintoni me një fustan blu të Ja, po. Pse e Ai vërtetë është është ajo? fustani Monika Levinskit. Ua. Thënë janë gjitha kështu, është Bushi me disa si tip legur, si kuba nga këto kalamajve që është duke lujtë te tapeti, që janë ka ndërtu si dy kulla dhe një si raket letre. Ua, Ma, ore, të gjithë kanë qenë se ajo ishte pika mbledh se të gjitha këtu. I nxjerrim këtu ato Po, pikturat. po e ne. Po. edhe hanin njerëz ble. Ishte kështu networking. Po unë iki vetëm për networking. Si ja. imagjino për një njeri që ka përjetuar atë që ka qenë anë e viktimës më Edhe plak. kjo është kjo është kështu që Sa fucked up, plak. Të thaj Hillary Clinton fytyra. Po, Se ne po qeshim, është, ua, plak, shumë e keqe. Po, për këtë Sarajevo safarin, çfarë mendimi keni? E nea na thuaj. O, e di, më falën e. Po, në qoftë se te Sarajevo safari kanë qelluar vetëm me sniper, është the better way to jo, go. Me sniper, jo, me lloje soi armësh, ishte thjesht. Jo, jo. Është thjesht Na këndet. gjuhëti njerëzish. Pastaj Gjuhëti me njerëzish. sniper apo me A better automatik way apo to me go. Mënyrë më e mirë për të vdekur se sa Po si më shkoshe mënyrë më e të mirë për të të hanë. tash plum 50 kalibër. Kaq. se sa të shkoshe të përdhunojnë dhe të shofësh njerëz duke ngrënë njerëz o. Është e tmerrshme më burr. Është më mirë më fut plumbin ball, Po shnet. s'ka më mirë kjo se sa jo, të gjitha të mere janë, nuk është. Nuk është Plumbin se na ball. thon zit këtë apo zit atë. Po nuçi. Si vendin Sarajevo safari tani është historie shumë e dhimbshme nga lufta E se e thash e kështu, Bosnjës. ndër dy të këshia, Jo, se mos ndër dy të këshia, më mirë më fut plumbin ball se sa të Po, përjetosh. ata nuk E është- kupton? Nuk është se të fusin plumbin në ball. Është nga këto që të lëshojnë në pyllë dhe të ndjekin edhe të Si Ah, filma okay. që kemi, po, është. Okay, shpendurim, okay. është tamam si Okej. këto filmat me si Hunger Hunger Games, Games. Ndjekje edhe njerëzore, të- po, ndjekje njerëzore, tamam, kanë bërë qef ata, kanë bërë turizëm E njerëzor keq është, me Me këta njerëz plak janë sa errësirë më burr. janë dhe problemi që këta njerëz janë aq të urryeshëm saqë të ndjesia që të japin është ti do t'ja u bësh të njëjtën gjë këtyre. Po patjetër të njëjtë gjë, çfarë fletit? Është prap keq të bëjnë nga Po. të gjitha anët vetëm Po jo, e kjo keqe janë. justifikohet. Kur të keqen e vret Ore, me të dakord. keqe plak për vendimin tim. Dakord, Për shembull te Hostel 2 ish ai që është kjo goca që ishte viktim dhe pastaj Po, është po. shumë satisfying ajo. Po. Po ajo hostel duket që është surrealitet fare, nuk Nina, do. është komedi. Po ja pra që s'qen ka dhe aq surrealitet. Kjo, E kupton që ka Jo, dakord, po, se, realiteti. shiko, kjo kur është një ushtri për shembull që ka rrethuar një qytet edhe po e vret në mënyrë të ngadalë. Edhe i shto dhe këtë është shumë e rëndë o burr, më kupton? Është, do të thënë ligësia njerëzore S'ka limit. që thonë që ka qenë Vučići aty, Vučići për shembull është ore është në ato rrethin më të ulët të ferit olla, nuk ka mundësi të ketë nivel tjetër më poshtë se ajo. Që është kënaqur nga kjo gjë që do e uren kaq shumë një qenie sa ti shkaktosh një dhimbje kaq të madhe o plak, se kjo është kjo niveli i urrëties, nuk është vrasja olla, se vrasën edhe mund ta vrasësh ti dikën Është vrasje se për zjesh në autobus, zjesh në për qef o trafik, burr, kjo është. po ta vrasësh në atë mënyrë se e ke inat se flet kosovarçe. Po jo, se Ora, Edhe për dalin mua ta nuk legena është- tani në ata nuk Hag, është jo e dalin kishin se në do ato, dalin ata tani. donin të merrin tokën, nuk është. Dalin ta legena tani në Hag edhe më thon mua tani 45 vite për këtë të UÇK. Po kjo është politiko. Po jo, se s'është politiko. Me ashtu. Turp ju vjo. Ju bështy në varr dhe juve. Ore, ata nuk Në varr, në varr. Ore, Tu! në ato nivele nuk ekziston asgjë njerëzore, është e gjitha politikë dhe ekonomi edhe pushtet. Nuk e pranoj dot beso. Po mos e pranon ti, e pranojnë ata. Po ta pranojnë ata, po unë nuk e pranoj dot. Çfarë ndodhi ne? Pse errësirë një gjë? Ah, ja ke fshehur ti. Shumë e rëndë kjo që ka ndodh në Ballkan Ollash. Ballkani ka shumë storje të dhimbshme. Si folën për dashurinë, tani po e mbyllim me Historinë e shkruajnë gjithmonë ata që fitojnë, kështu që sidoq të jetë,
Është e drejtë apo s'është e drejtë? Nuk e po ka njerëz më të ndyrë se sa këta që abuzojnë me të Kush, mitur e hanë njerëz, këta që përshtyjnë në rrugë. Sa ma shpifin, e fakt. Po jo më plak, si janë më poshtë se Jo, Vučići. ma shpifin shumë. Jo, ore, më poshtë e Epsteini, ore. Ke dalur në njëri në beso ti thosh 2 minuta valla, çfarë po bën? Te prove. Në fakt, e ke... Se çik. Jo, ngritë një kauzë të mirë. Po ta bësh difuzën në shkollë. Nuk i kam thënë asnjëriu. Më ka ndodhur shumë herë që nga këta që edhe e mbledhin e mbledhin edhe lëshojnë kështu. Unë nuk e kuptoj si mund të ndihesh rehat ta bësh një gjë të tillë, e kupton? Po si kam thënë asnjëri që ore, çfarë bën atë? Po. Një më ka ngelur fiksim nga ata që hedhin paketa nga makina, hedhin plera nga makina. Që isha në rrugë, ky nxori paketën e hodhi edhe më pa në sy, se e pa që u bezdisa. Po. Edhe nuk i fola, si thash asgjë. Edhe ky thjesht iku, edhe ajo më ka ngelur këtu. E njëjta gjë më ka ndodhur edhe mua. Po. E njëjta gjë më ka ndodhur me mua në autobus. Ishte një gru me kalamë të vogël, fëmijën e vet. Edhe hodhi këndëtarja. Po. Kë fëmijën? Letrën e Molt ose ja hapi atë dritaren edhe ai nxori dorën dhe nuk i thash gjë, edhe mua më ka ngel shumë duhet të kisha thënë ti. Duhet të jemi çik më reagues ndaj. Po, ka qenë ndonjëherë Niçe, marrëm që kemi qenë bashkë në një trip në Addis Abeba. Jo më në Erzen, më duket që ishin ca kalamaj që hollën. Po, që u futën gjithë në ujë, ishin. U futën gjithë në ujë kalamajt me gjithë me Molton dorë edhe Te si lëshuan atë. O plak, i lëshuan ku hëngrën o plak. Është si Jo, ka shumë unë si të shkosh në bajë në mëngjes tani dhe të hash një sanduiç ndërkohë që po ndot. Më kupton? Po plak, po ashtu është më plak. Është e njëjta gjë. Si mund të hedhësh plerën aty ku po bën qef me shokët e tu? Ore është unë e verë shumë shpesh edhe më vjen natë me veten që s'reagojnë në moment se më ka ndodhur shumë që me këta njerëz që i hedhin gjëra kështu në rrugë, hedhin plera, hedhin qese, hedhin. Dia ka punë këtë javë, do të shkoj varre vetëm. Jo, gjej vëlla. Shiko, është shumë e vështirë të rish të gjesh varret dhe të shkosh ti përshtysh se sa ja thua aty në moment, mos e i thua plak. Po mirë se ofendojnë pak shqiptarët, nuk e kanë qef kritikën konstruktive. Aty është e mira që të ndihen keq. Të ndihen keq, është vërtet, është vërtet. Edhe pastaj të shkosh ti përshtysh në varr. Kemi një gjë tjetër për të thënë. Besoj se dashurinë e zgjidhen. Dashurinë ne sot e ndotëm, miqtë e mi. Ky është titulli i këtij podcasti, Dashuria ndot. I kthehemi herës tjetër me një të ftuar speciale, herës tjetër e kemi? Apo shohim Si të duam. Po. Jemi në muajin feminist të këtij podcasti tani. Këtë kohë miqtë e mi kemi vetëm gjinin tjetër të ftuar. Kush është gjinia tjetër? Grato. Domethënë ti po presupozon që është një gjini kryesore dhe është dhe gjinia tjetër. Jo, janë 2 gjini thashun. Jemi ne meshkuj dhe gratë. Mish ka dal tani që po flasim, ka dal linki Comedy Thursday i 2 vjetorit dhe direkte pupthi kërceni si kangur të vegjël, shkoni te Po mirë, po, s'ka rëndësi do ketë kur dal ky podcast. Kur dal podcasti ka dal 4. Do e keni dhe linkun në description. Shifni si moderovat e vend. Pastaj shifni dhe Besin dhe Leon dhe Denisin dhe Panajotin edhe Marion. Edhe Marion dhe gjithë njerëzit që marrin pjesë në Comedy Thursday, po do i shohim edhe në afër. Kam një pyetje për gjithë njerëzit tani, po e gjetet Ernestin diku te seti jon, do t'ju jap një sufllaqe të hapur. Nuk e gjen Ernestin. Gjeni Ernestin miqtë e mi në këtë podcast dhe fitoni një sufllaqe të hapur, mos e adreso. Po largohemi. Niçe, do your thing. Miq, faleminderit që na ndoqët, mos harroni të na bëni. Prit, Niçe, DJ, rewind that shit. Niçe, do your thing. Miq, faleminderit që na ndoqët. Mos harroni të na bëni subscribe në YouTube, mos harroni të na bëni komente, mos harroni të na bëni share. Ndiqni edhe ato na bëni halal që bëjnë çunat. Që bëjnë çunat, që s'kam lidhje fare. Po I bëjnë çunat. Në YouTube sa edhe në YouTube. Mos harroni të na bëni follow në Instagram, mos harroni të na bëni share në Instagram. Mos harroni të na supportoni me donacione edhe kaq. I falenderojmë. Mos harroni të kujtoni. Ciao miq, duheni njëri tjetrin. Ciao.